Pas humbjes së bashkëshortes, një baba sheh vajzën e tij të zhytet në një heshtje të dhimbshme që as specialistët më të mirë nuk mund ta thyejnë. Kur gjithçka duket e humbur, vjen një kujdestare e re që me empati dhe thjeshtësi ofron atë që askush nuk e kishte provuar, praninë e vërtetë. Një gjest i vogël, një bukë e ndarë dhe një histori zie, nis shërimin që i kthen jetën një vajze që kishte pushuar së jetuari. Para se të fillojmë, bëhuni pjesë e familjes son këtu në kanal, abonohuni tani, lini një pëlqim, na ndihmon jashtëzakonisht shumë në punën tonë dhe shkruani në komente nga cili qytet po na ndiqni. Më pëlqen shumë të di se deri ku arrin historitë tona. Shiu binte pa pushim mbi xhamat e apartamentit në blok, duke krijuar një ritëm melankolik që kumbonte nëpër korridoret e zbrazta. Ardian Berisha vështronte peizazhin gri nga lart, nga kati i 23, ndërsa mbante një filxhan kafeje që ishte ftohur prej kohësh. 3 muaj. Kishin kaluar saktësisht 3 muaj që kur Elira nuk ishte më aty për t'u ankuar se ai gjithmonë haronte ta pinte kafen ndërsa ishte ende e nxehtë. Apartamenti, që dikur gumëzhinte nga energjia ngjitse e gruas së tij, tani dukej si një mauzole i heshtur. Kuadrot që ajo i kishte zgjedhur me aq dashuri ende zbukuronin muret, por kishin humbur jetën, sikur të ishin vetëm hijet e asaj që dikur përfaqësonin lumturinë. Pianoja e madhe, ku Elira luante këngët e saj të preferuara të dielave në mbrëmje, qëndronte e mbyllur duke mbledhur një shtresë të hollë pluhuri që Ardiani nuk kishte guxim ta pastronte. Në moshën 42 vjeçare, Ardiani kishte ndërtuar një perandori në fushën e teknologjisë. Kompania e tij zhvillonte aplikacione që lidhnin miliona njerëz në të gjithë vendin, por ironikisht, ai tani ndihej më i shkëputur se kurrë nga bota. I gjithë suksesi profesional, të gjitha arritjet financiare nuk kishin absolutisht asnjë kuptim përballë zbrazëtisë që pushtoi ekzistencën e tij atë të martë marsi, kur telefoni ra dhe ja ndryshoi jetën përgjithmonë. Aksidenti kishte qenë aq i papritur, aq i befasishëm, saqë Ardiani ende zgjohej disa mëngjese duke shpresuar të gjente Elirën në kuzhinë, duke përgatitur mëngjesin special për Besën. Por realiteti e godiste gjithmonë me forcën e një grushti në stomak kur sytë e tij ktheheshin nga dhoma e së bijës, ku heshtja mbretëronte absolute. Besa. Besa e tij e vogël, vetëm 5 vjeçe, që dikur ishte një stuj energjie, duke vrapuar nëpër korridore, duke e mbushur shtëpinë me të qeshurat e saj kristalore dhe me mira pyetjet e saj për botën. E njëjta vajzë që tani qëndronte e palvizur në dhomën e saj, e mbledhur kruspull në mbatanie, duke parë në boshllëk me ata sy të errët që dikur shkëlqenin si yje. Ardiani eci ngadalë nëpër korridor, duke u ndalur para derës së dhomës së bijës. Përmes të çarës mund të shihte siluetën e vogël të shtrirë në krevat me shpinë nga dera. Teto Fatime, ekonomia që kujdesej për familjen prej më shumë se 10 vitesh, sapo kishte dalë nga dhoma, duke tundur kokën me një shprehje shqetësimi që ishte bërë e përhershme në fytyrën e saj. Si është sot, Teto Fatime? Pyeti Ardiani me zë të ulët, megjithse e dinte se përgjigjja do të ishte e njëjta si gjithmonë. Gruaja 60 vjeçare, me flokët e saj të thinjur gjithmonë të lidhur në një topuz të patëmet, pshertiu thellë para se të përgjigjej. Teto Fatime kishte rritur 3 fëmijë të saj dhe ishte kujdesur për 10 fëmijë gjatë karrierës së saj, por kur nuk kishte parë diçka si ajo që po ndodhte me Besën. Njësoj, Zoti Ardian. Nuk tha asnjë fjalë, nuk e prei kuqullin që ja përgatita posaçërisht siç më tha nutricionistja. Vetëm shikonte murin. Fjalët e saj dilnin të ngarkuara me një trishtim që shkonte përtej shqetësimit profesional. Është sikur të jetë mbyllur në një botë ku ne nuk mund të hyjmë. Ardiani mbështeti ballin te dera duke mbyllur sy. Në 2 muajt e fundit, që kur Besa ndaloi plotësisht së ushqyeri, ai kishte mobilizuar specialistët më të mirë të Tiranës. Pediatër të njohur, psikolog fëmijësh, nutricionist të specializuar në çrregullime të ngrënit, madje edhe psikiatër që merreshin me trauma fëmijësh. Të gjithë arrinin në të njëjtin përfundim, Besa ishte në një gjendje zie të thellë, por asnjëri nuk arrinte ta prekte. Dërë Marcel Krasniqi, pediatri që e ndiqte Besën që foshnje, kishte qenë i qartë në konsultën e fundit. Ardian, duhet të marrim në konsiderat shtrimin në spital. Vajza ka humbur gati 4 kg. Për një fëmijë të moshës së saj, kjo është jashtëzakonisht shqetësuese. Nëse ajo nuk fillon të ushqehet së shpejti, do të duhet të përdorim ushqimin me son. Ideja për të parë të bien të lidhur me makineri, duke ushqyer artificialisht, i shkaktonte Ardianit një shtrëngim në stomak. Si kishte arritur deri këtu?
Si një familje që kishte gjithçka, që ishte e plot dhe e lumtur, ishte kthyer në këtë hije të asaj që dikur ishte? Ai hapi derën lehtë dhe hyri në dhomë. Besa ishte saktësisht në të njëjtin pozicion si gjithmonë, e mbështjell me batanien roz që Elira ja kishte qëndisur me dorë me flutura të vogla. Flokët e saj gështenjë, që dikur Elira ja krete në forma të ndryshme çdo ditë, tani ishin pa shkëlqim dhe të shpupurishur. Përshëndetje, princesha ime, përshpëriti Ardiani, duke u ulur në anë të krevatit. Si e sot? Heshtje. Besa nuk lëvizi, nuk tregoi asnjë shenjë se e kishte dëgjuar zërin e të atit. Ardiani zgjati dorën dhe i përkëdheli butësisht flokët e së bijës, duke ndjerë se sa më të hollë e më të brisht ishin bërë. Fëmia që dikur i hipte në shpinë, që qeshte kur ai i bënte gudulisje, që vraponte për ta përqafuar sa herë që kthehej nga puna, tani ishte si një fantazmë e vetvetes. Besa, e di që po vuan. Edhe unë po vuaj shumë. Zëri i dridhej ndërsa fliste, duke u përpjekur të gjente fjalët e duhura për të arritur zemrën e thyrë të së bijës. Por mami nuk do të donte të shihte kështu. Ajo do të donte që ti të haje, të luaje, të ishe e lumtur. Asnjë reagim. Ardiani ndjeu lotët t'i digjnin sytë. Si një njeri i mësuar të zgjidhte probleme komplekse, të gjente zgjidhje për situata të pamundura, ndihej plotësisht i pafuqishëm përballë vuajtjes së bijës. Në kuzhinë gjeti teto Fatimen duke përgatitur një tjetër vakt që me siguri nuk do të prekej. Tavolina ishte shtruar me pjata me ngjyra, ato që Besa i adhuronte, të zbukuruara me personazhe vizatimor. Kontrasti midis gëzimit të objekteve dhe trishtimit të momentit ishte pothuajse mizor. Zoti Ardian, tha teto Fatime, duke fshirë duart në përparse, nuk di më çfarë të bëj. Kam provuar të gjitha ushqimet që i pëlqenin më shumë. I bëra byrekun e vogël me pul që e kërkonte gjithmonë, përgatita tortën me çokoladë që zonja Elira e mësonte ta bënte. Asgjë. Është sikur të ketë harruar se ka uri. Ardiani i shërbeu vetes një tjetër filxhan kafe, duke e ditur se nuk do ta pinte dot. Mjekët thonë se është psikologjike. Se ajo po përpunon humbjen e së-ëmës dhe po reagon në këtë mënyrë. Unë e kuptoj zin, zotëri, u përgjigj teto Fatime, me zërin e saj të ngarkuar me përvojë. E kam humbur burrin tim 15 vjet më parë, e di se si dhimbja mund të konsumoj. Por një fëmijë nuk duhet ta mbaj këtë peshë kështu. Telefoni ra, duke ndërprer bisedën. Ishte Dr. Marceli, me një tjetër rekomandim për një specialist të ri. Ardiani shënoi emrin dhe numrin, duke e ditur se do të ishte një tjetër konsult që do të përfundonte në të njëjtën mënyrë, me Besën në heshtje dhe atë duke u ndier më i dëshpëruar. Pasi mbylli telefonin, Ardiani u ngjit përsëri në dhomën e së bijës. Këtë herë e gjeti Besën ulur në krevat, duke parë nga dritarja. Për një moment ndjeu një fije shprese, por kur u afrua, kuptoi se vështrimi i vajzës ishte i zbrazët, i humbur diku ku ai nuk mund ta arrinte. Besa, do të flasësh me mua, provoi edhe një herë, duke u ulur pranë saj. Besa ktheu kokën ngadalë drejt të atit. Për disa sekonda, sytë e tyre u takuan dhe Ardianit ju duk se ajo po përpiqej të thoshte diçka. Por pastaj, si një perde që mbyllet, vajza e shmangu vështrimin dhe u mblodh përsëri kruspull nën batanie. Atë natë, pas një dite tjetër pa prekur asnjë ushqim, Ardiani u mbyll në zyrën e tij dhe qau siç nuk kishte qarë që nga dita e aksidentit. Shikoi foton e familjes në tavolinën e punës, të bërë në ditëlindjen e fundit të Besës. Elira ishte rrezatuese, duke mbajtur të bien në prehër, të dyja duke i buzëqeshur kamerës. Ai vetë shfaqej pranë tyre me një buzëqeshje të sinqert lumturie. Si kishin ndryshuar gjërat kaq shpejt? Si një familje kaq e bashkuar, kaq plot jetë, ishte shndërruar në këtë hije të vetvetes? Ardiani mori telefonin dhe i telefonoi së motrës, Petritës, që jetonte në Durrës. Ajo ishte i vetmi person me të cilin mund të shfryhej, e vetmja që e njihte vërtet shtrirjen e dëshpërimit të tij. Ardian? Si je? Zëri i Petritës mbarte shqetësimin që ishte bërë i përhershëm që nga vdekja e Elirës. Nuk di më çfarë të bëj, Petrita. Besa nuk po përmirësohet. Mjekët flasin për shtrim në spital, për sond ushqimi. Si arritëm deri këtu? Petrita heshti për disa sekonda para se të përgjigjej. A ke menduar të ndryshosh qasje? Ndoshta ajo që i duhet nuk janë më shumë mjek, por dikush që e kupton atë që po kalon në një mënyrë tjetër. Çfarë do të thuash? Nuk e di, Ardian.
Thjesht mendoj se ndonjëherë fëmijët u përgjigjen më mirë gjërave të thjeshta, njerëzore, se sa protokolleve mjekësore. Besa ka qenë gjithmonë e ndjeshme, gjithmonë I ka kapur emocionet e njerëzve përreth. Ndoshta I duhet dikush që flet gjuhën e saj, që e kupton dhimbjen në një mënyrë më personale. Pasi mbylli telefonin, Ardiani mbeti duke menduar për fjalët e së motrës. Ndoshta ajo kishte të drejtë. Ndoshta të gjithë specialistët e botës nuk mjaftonin për të shëruar një plagë që shkonte shumë përtej fizikes. Ndoshta Besës I duhej diçka që parat nuk mund ta blinin, që diplomat nuk mund ta mësonin. Në dhomën ngjitur, Besa qëndronte zgjuar në errësirë duke parë tavanin. Në mendjen e saj 5 vjeçare, bota kishte humbur çdo ngjyrë ditën kur mamaja e saj nuk u kthye më në shtëpi. Dhe sado që të gjithë përpiqeshin t'i shpjegonin, sado që këmbëngulnin se duhej të hante, se duhej të bëhej fort, asgjë nga këto nuk kishte kuptim në një botë ku personi më I rëndësishëm I jetës së saj thjesht ishte zhdukur. Nata zvarritej ngadalë në blok dhe diku në qytet, një grua e re përfundonte ditën e saj të fundit të punës në një shtëpi familjare në zonën veriore, pa e ditur se jeta e saj ishte gati të kryqëzohej me atë të një vajze që kishte harruar si të jetonte, dhe të një babai që kishte harruar si të donte pa dëshpërim. Fati, ndonjëherë, punon në mënyra misterioze, duke vendosur njerëzit e duhur në vendet e duhura, saktësisht kur ata kanë më shumë nevojë për njëri tjetrin. Mira Hoxha u zgjua në 5 të mëngjesit, siç bënte çdo ditë që kur ishte transferuar në Tiranë 2 vjet më parë. Dhoma e vogël në apartamentin që e ndante me 3 vajza të tjera në laprak ishte ende e errët, por ajo e kishte zakon të ngrihej para se të lindte dielli. I duhej të merrte 2 autobus për të arritur në blok, një udhëtim prej gati 2 orësh që e çonte nga një botë në një tjetër krejtësisht të ndryshme. Në moshën 26 vjeçare, Mira mbarte një pjekuri që nuk I përgjigjej moshës së saj. Sytë e saj të errët gështenjë kishin një thellësi që tregonte histori që ajo rralli ndante, dhe duart e saj delikate zbulonin forcën e dikujt që kishte mësuar që herët se jeta kërkon rezistencë. E lindur në një qytet të vogël në rrethin e Korçës, ajo e kishte humbur të ëmën në moshën 7 vjeçare dhe ishte rritur nga gjyshja e saj nga ana e mamas, Teto Roza, një grua e mençur që I kishte mësuar se ndonjëherë dashuria manifestohet në thjeshtësinë e gjesteve të përditshme. Agjencia e kujdestarëve të fëmijëve e kishte telefonuar javën e kaluar me një propozim të ndryshëm nga të gjithë të mëparshmit. Është një situatë delikate, Mira, I kishte shpjeguar Sandra, koordinatorja. Një vajzë 5 vjeçare që ka humbur të ëmën disa muaj më parë dhe po kalon një moment shumë të vështirë. Babai është I dëshpëruar, ka provuar gjithçka. I duhet dikush me përvojë në situata komplekse. Mira kishte hezituar fillimisht. Përvoja e saj e fundit si kujdestare kishte qenë me një familje pranë sheshit Skënderbej, ku ishte kujdesur për binjak të prapë për gati një vit. Ishte një punë që kërkonte energji fizike, durim për lojra dhe aftësi për të mbajtur 2 fëmijë hiperaktiv nën kontroll. Por diçka në zërin e Sandrës e bëri të pranonte pa I ditur të gjitha detajet. Tani, ulur në autobus që përshkonte qytetin ndërsa dielli fillonte të pikturonte qiellin me ngjyrë portokalli, Mira kujtonte fëmijërinë e saj. Pasi mamaja e saj vdiq nga pneumonia, ajo kishte kaluar muaj pa folur siç duhet, pa mundur të kuptonte pse të gjithë fëmijët e tjerë kishin mama që I merrnin në shkollë dhe ajo kishte vetëm gjyshen Roza, që bënte ç'të mundej me 60 vitet e saj dhe një pension që mezi I dilte për gjërat elementare. Teto Roza thoshte se disa dhimbje janë aq të mëdha sa fjalët nuk mund t'i mbajnë. Kur të vdiq mamaja, moj bi, ti mbetesh pa gojë për 3 muaj. Nuk ishte se nuk doje të flisje. Ishte se nuk kishe fjalë për aq shumë mall. Dhe kishte qenë gjyshja e saj, me durimin e saj të pafund dhe për qafimet që mbanin Livando, që e kishte ndihmuar të gjente përsëri rrugën e kthimit në botën e të gjallëve. Portieri I ndërtesës Rezidenca Panorama e përshëndeti Mirën me mirësjellje kur ajo u prezantua. Ju duhet të jeni punonjësja e re. Zoti Ardian po ju pret. Ashensori u ngjit në heshtje nëpër 23 katet dhe me çdo kat që kalonte, Mira ndjente një përzierje ankthi dhe vendosmërie që I rritej në gjoks. Ardiani hapi derën ende me robdishan, me radh të zinj poshtë syve dhe flokë të shpupurishur. Ishte e qartë se nuk kishte fjetur mirë dhe Mira e kuptoi menjëherë peshën që ai burr mbante mbi supe. Kishte një trishtim në sytë e tij që ajo e njihte, të njëjtin që shihte në pasqyrë në vitet e para pas vdekjes së së ëmës. Mira, shumë faleminderit që erdhët. Më falni për pamjen, nuk ka qenë lehtë të fle kohët e fundit.
Ardiani e ftoi të hynte dhe ajo mbeti e impresionuar nga eleganca e apartamentit. Dritaret të mëdha xhami ofronin një pamje mahnitëse të qytetit dhe dekori i rafinuar binte në kontrast me heshtjen e rëndë që rrinte pejzull në ajër. Teto Fatime u shfaq nga kuzhina duke fshirë duart në përparse. Edhe një tjetër për të provuar me të voglën ton, murmuriti, por jo në mënyrë armiqësore. Ishte më shumë një shprehje lodhjeje dhe shprese të përzier. Më lejoni t'ju shpjegoj situatën, tha Ardiani, duke i bërë shenjë nga divani i sallonit. Vajza ime Besa po kalon një moment shumë të vështirë që kur humbëm maman e saj, 3 muaj më parë. Ajo ka ndaluar plotësisht së ushqyeri, nuk flet, nuk luan. Kemi konsultuar 10 specialistë, por asgjë nuk duket se funksionon. Mira dëgjoi me vëmendje ndërsa Ardiani përshkruante muajt e fundit, konsultat e dështuara mjekësore, dëshpërimin në rritje. Kishte diçka në mënyrën se si ai fliste për të bien që e preku thellë. Nuk ishte vetëm shqetësim mjekësor, ishte dëshpërimi i një babai që shihte fëmijën e tij duke u larguar nga bota dhe nuk dinte si ta kthente mbrapsht. Mund ta takoj Besën? Pyeti Mira kur Ardiani mbaroi së foluri. Sigurisht. Por duhet t'ju paralajmëroj. Ajo nuk do të reagoj. Është kështu prej javësh. Mira e ndoqi Ardianin nëpër korridor deri te dera e dhomës së vajzës. Përmes hapjes mundi të shihte një figurë të vogël të mbledhur kruspull në një batanie roz. Dhoma ishte e bukur, e dekoruar me kujdes dhe dashuri, por kishte një trishtim të prekshëm në ajër. Besa, dashuri, ka ardhur dikush që do të takoj, tha Ardiani butësisht, por vajza nuk lëvizi. Mira e vëzhgoi skenën për disa momente. Kishte diçka në pozicionin e Besës, në mënyrën se si ajo mbrojej në batanie, që i zgjoi një kujtim të dhimbshëm. Ajo vetë kishte kaluar muaj e mbështjell në krevatin e gjyshes roza, duke refuzuar të dilte, duke refuzuar të pranonte se bota vazhdonte të rrotullohej pa maman e saj. Më falni, tha Mira butësisht, mund të hyj? Ardiani tundi kokën në shenjë pohimi dhe ajo hyri ngadalë në dhomë. Në vend që t'i drejtohej direkt vajzës apo të përpiqej të detyronte ndonjë lloj ndërveprimi, Mira thjesht u ul në dy sheme, e mbështetur në murin përballë krevatit, në një distancë respektuese. Përshëndetje, Besa. Unë quhem Mira. Kam ardhur të rri pak me ty, nëse më lejon. Zëri i saj ishte i butë, pa nxitim, pa pritshmëri. Nuk ke nevojë të flasësh me mua, as të më shikosh. Unë thjesht do të rri këtu ulur. Ardiani vëzhgonte nga dera, i intriguar. Të gjithë kujdestarët dhe terapistët e tjerë kishin provuar qasje më të drejtë për drejta, duke kërkuar ndërveprim të menjëhershëm. Mira dukej se e kuptonte që ndonjëherë prania e heshtur është më e fuqishme se 1000 fjalë. Pas disa minutash në heshtje, Mira filloi të fliste me zë të ulët, sikur po bisedonte me veten. Kur isha 7 vjeç, e humba edhe unë maman time. Ishte një kohë shumë e vështirë për mua. Ajo bëri një pauzë, duke vëzhguar nëse kishte ndonjë reagim nga Besa. Ndalova së foluri për një kohë. Nuk arrija të kuptoja pse fëmijët e tjerë kishin mama dhe unë jo më. Pati një lëvizje pothuajse të padukshme në batanie. Besa kishte kthyer pak kokën në drejtim të zërit të Mirës. Gjyshja ime roza thoshte se malli është si një plagë shumë e madhe që vonon të shërohet. Ndonjëherë, kur kemi shumë mall, duket sikur asgjë tjetër nuk ka rëndësi në botë. Mira vazhdoi të fliste, zëri i saj i ngarkuar me mirëkuptim të sinqertë. Ardiani qëndronte te dera, i prekur. Ishte hera e parë në javë që shihte ndonjë lloj reagimi nga e bija, sado i vogël të ishte. Mira qëndroi ulur në dy sheme për gati një orë, ndonjëherë duke folur butësisht për përvojën e saj, ndonjëherë thjesht duke qëndruar në heshtje respektuese. Nuk detyroi asnjë ndërveprim, nuk u përpoq ta binte Besën të dilte nga krevati apo të hante. Thjesht ofroi praninë e saj. Besa, tha ajo më në fund, duke u ngritur ngadalë. Unë do të dal tani, por nëse do, mund të kthehem nesër dhe të rri edhe pak me ty. Kur po drejtohej nga dera, dëgjoi një pëshpërim pothuajse të padëgjueshme, ktheu. Mira ndaloi, zemra i rrite fort. Ardiani zgurdulloi syt, duke mos besuar atë që kishte dëgjuar. Ishte fjala e parë që Besa shqiptonte në gati 2 muaj. Sigurisht që do të kthehem, u përgjigj Mira, duke u kthyer butësisht nga krevati. Sa herë që të duash ti në kuzhinë, ndërsa teto Fatime përgatiste një kafe, Ardiani nuk arrinte ta fshihte emocionin. Ajo foli.
Pas 2 muajsh heshtjeje të plot, ajo foli me ty ndonjëherë, fëmijët thjesht duan të dinë se nuk janë vetëm në dhimbjen e tyre, shpjegoi Mira. Besa nuk po tregohet kokfort apo e vështirë. Ajo po vuan në një mënyrë që nuk ka fjalë për ta shpjeguar. A mendon vërtet se mund ta ndihmosh? Pyeti Ardiani, dhe për herë të parë në muaj kishte një shkëndijë shprese në zërin e tij. Nuk mund të premtoj mrekulli, u përgjigj Mira sinqerisht. Por mund të premtoj se do të përpiqem të kuptoj atë që ajo po ndjen. Kam qenë në vendin e saj. Atë pasdite, Ardiani nënshkroi kontratën e punës së Mirës pa hezitim. Për herë të parë në muaj, ndjeu se kishte gjetur dikë që fliste gjuhën e së bijës, dikë që kuptonte se shërimi ndonjëherë vjen përmes mirëkuptimit dhe jo protokolleve mjekësore. Mira u kthye të nesërmen herët para se të arrinte Teto Fatime. Ardiani e priti në kuzhinë, ende i habitur nga reagimi i Besës një ditë më parë. Si ja dole? Në një orë, ti arrite atë që 10 profesionist nuk e arritën dot në muaj. Nuk kam arritur ende asgjë, u përgjigj Mira, duke mbushur një gotë ujë. Besa thjesht njohu tek unë dikë që e kupton dhimbjen e saj. Ky është vetëm fillimi. Ajo u ngjit në dhomën e Besës dhe e gjeti vajzën në të njëjtin pozicion si ditën e mëparshme, por këtë herë, kur hyri, Besa ktheu pak fytyrën në drejtim të saj. Mirëmëngjes, Besa. Si fjete? Pyeti Mira, duke u ulur përsëri në të njëjtin vend si ditën e mëparshme. Nuk pati përgjigje verbale, por Mira vuri re se vajza ishte më e vëmendshme ndaj pranisë së saj. E di, kur mamaja ime vdiq, edhe unë ndalova së ngrëni për një kohë. Ushqimi kishte një shije të çuditshme, sikur nuk i përkiste më botës ku mamaja ime nuk ishte. Mira fliste ngadalë, duke zgjedhur me kujdes çdo fjalë. Besa lëvizi në mbatanie dhe për herë të parë, qepallat e saj u hapën plotësisht, duke zbuluar sy të errët shumë të ngjashëm me ata të atit. Gjyshja ime Roza më sillte copa të vogla buke me gjalp. Ajo nuk më detyronte. Thjesht ma linte pranë dhe më thoshte se, kur të isha gati, ushqimi do të ishte aty duke më pritur. Mira nxori nga çanta një pako të vogël të mbështjell me letër alumini. Të solla një copë të vogël buke me gjalp. Nuk ke nevojë ta hash tani, as sot, as nesër. Thjesht do ta lë këtu pranë teje, në rast se të vjen dëshira. Ajo e vendosi sanduiçin e vogël në komodinën pranë krevatit dhe u kthye në vendin e saj në dysheme. Mund të tregoj si ishte mamaja ime? Pyeti Mira. Besa tundi kokën pothuajse në mënyrë të padukshme. Ajo kishte flokë të gjatë si të tut dhe gjithmonë mbante erë sapun livandoje. Kur isha e trishtuar ose kisha frikë, ajo ulej në krevatin tim dhe këndonte një këngë shumë ngadalë derisa më zinte gjumi. Edhe mamaja ime këndonte, përshpëriti Besa, aq ulët sa Mira mezi e dëgjoi. Ishte fjalia e parë e plot që Besa kishte shqiptuar në muaj. Mira ndjeu sytë ti mbusheshin me lot, por e mbajti zërin të qëndrueshëm. Çfarë këngë të këndonte? Flutur, o flutur. Besa mbylli sytë, sikur të dëgjonte zërin e së ëmës në kujtesë. Është një këngë e bukur. Do që ta këndoj për ty? Besa tundi kokën dhe Mira filloi të këndonte butësisht këngën e fëmijëve që të gjithë fëmijët shqiptar e njohin. Zëri i saj mbushi dhomën e heshtur, duke mbartur me vete vite malli dhe mirëkuptimi. Kur mbaroi së kënduari, Besa ishte kthyer plotësisht me fytyrën nga Mira. Sytë e saj ishin ngulur në fytyrën e kujdestares së re, sikur po studionte çdo tipar, duke u përpjekur të kuptonte se si dikush mund ta njihte kaq thellë gjuhën e dhimbjes së saj. Edhe ti trishtohesh pa maman tënde? Pyeti Besa. Po, trishtohem. Çdo ditë. Por kam mësuar se ne mund të ndjejmë mall dhe prapë të jetojmë. Mamaja jon nuk do të donte që ne të qëndronim të trishtuar për gjithmonë. Besa qëndroi në heshtje për disa minuta, duke përpunuar fjalët e Mirës. Pastaj, ngadalë, zgjati dorën e vogël drejt bukës që Mira e kishte lënë në komodinë. Mund të ha vetëm një copës? Pyeti, sikur i duhej leje. Mund të hash sa të duash, ose të mos hash fare. Zgjedhja është e jotja. Besa mori sanduiçin e vogël dhe kafshoi një copë të vogël, duke e përtypur ngadalë, sikur po i zbulonte shijen e ushqimit. Pastaj, për habin e Mirës, lotët filluan t'i rridhnin nëpër fytyrën e vajzës. Është e shijshme? Pyeti Mira butësisht. Po. Por ndihem fajtore, rrëfeu Besa mes lotëve. Pse fajtore? Sepse nëse bëhem mirë, ndoshta e harroj maman time.
Mira u ngrit ngadalë dhe ju afrua krevatit, duke kërkuar në heshtje leje para se të ulej në anë të tij. Mund të tregoj një sekret? Sa më shumë të kujdesesh për veten, aq më shumë e nderon kujtimin e mamas tënde. Ajo të donte aq shumë sa që do të donte të shite të rriteshe e fortë dhe e lumtur. Besa kafshoi edhe një copë tjetër buke dhe këtë herë arriti ta gëlltiste pa qarë. Poshtë, Ardiani ishte ngjitur në heshtje dhe vëzhgonte skenën nga dera. Kur pa të bien duke ngrënë për herë të parë në 2 muaj, ju desh të mbështetej në mur për të mos rënë. Teto Fatime u shfaq pas tij dhe kur pa mrekullin që po ndodhte në dhomë, filloi të qante në heshtje, duke vënë duart në gjoks. Ishte vetëm një copë e vogël buke me gjalp, por përfaqësonte pafundësisht më shumë se kaq. Ishte shkëndia e parë e jetës që po kthehej në sytë e Besës, ura e parë që po ndërtohej mbi humnerën e dhimbjes që kishte ndar babë e bij për muaj të tërë. Dhe Mira e dinte se ai ishte vetëm hapi i parë i një udhëtimi të gjatë, por më në fund të mundur. Ditët në vijim u bën një ritual delikat durimi dhe zbulimesh. Mira arrinte çdo mëngjes në 7, gjithmonë duke mbajtur në çantë sanduiç të vegjël të mbështjellë me letër alumini, dhe Besa filloi ta priste ardhjen e saj ulur në anë të krevatit, ende e mbështjellë me batanien me flutura, por me sy të vëmendshëm nga dera e dhomës. Ardiani e vëzhgonte këtë transformim me një përzierje lehtësimi dhe magjepsieje. Për herë të parë në muaj, kishte një rutinë që nuk sillej rreth konsultave mjekësore dhe ilaçeve. Ishte një rutinë e thjeshtë, njerëzore, e ndërtuar mbi bazën e brishtë, por reale, të besimit që Besa po zhvillonte për Mirën. Mirëmëngjes, flutura ime e vogël, thoshte Mira kur hynte në dhomë, duke përdorur nofkën e dashur që kishte lindur natyrshëm mes tyre. Besa kishte filluar të buzëqeshte me droj kur dëgjonte këto fjalë, një buzëqeshje e vogël që ndriçonte të gjithë apartamentin. E solle bukën e sotme, pyeste Besa, dhe kjo pyetje e thjesht përfaqësonte një fitore monumentale për të gjithë në shtëpi. E solla. Por sot solla një risi. Mira u ul në anë të krevatit, një privilegj që e kishte fituar gradualisht. Ç'thua sikur të më ndihmosh të zgjedhim se çfarë do të përgatisim nesër? Besa rudhi vetullat e vogla, duke u përqendruar në vendim sikur të ishte më i rëndësishmi i jetës së saj. Mund të zgjedh çdo gjë? Çdo gjë që të duash ti, dua një tost, si ai që bënte mami të dielave pasdite, tha Besa, dhe për herë të parë e përmendi Elirën pa ju mbushur syt me lodh. Mira buzëqeshi, duke ndjer zemrën t'i rrite fort nga kjo arritje tjetër e vogël. Atëherë do të bëjmë tostin e mamit të dielën. Poshtë, në kuzhinë, Ardiani po mbaronte mëngjesin kur dëgjoi diçka që nuk e kishte dëgjuar prej muajsh, zërin e të qeshurës së Besës. Ishte e ulët, e druajtur, por ishte e sinqertë. Ai e lëshoi filxhanin mbi tavolinë me aq forcë sa gati e theu, dhe teto Fatime u shfaq me vrap nga lavanderia. Çfarë ndodhi, zoti Ardian? A ndodhi gjë? Dëgjo, përshpëriti Ardiani, duke bërë shenjë nga kati i sipërm. Ata qëndruan në heshtje, dhe përsëri zëri i të qeshurës së Besës kumboi nëpër shtëpi. Teto Fatime vuri duart në gojë, syt ju mbushën me lodh. Faleminderit Zotit, murmuriti ajo. Vajza jon po kthehet. Ardiani u ngjit ngadalë shkallëve, duke dashur të konfirmonte me syt e tij atë që veshët i kishin kapur. U ndal te dera e dhomës dhe pa Besën ulur në krevat, duke biseduar me gjallëri me Mirën për llojet e ndryshme të djathit që mund të përdornin në tostin e së dielës. Po sikur t'i vëm atë djathin që shkrihet shumë mirë, sugjeronte Besa. Djath kaçkavall, pyeti Mira. Po, atë. Edhe proshut. Mami i vinte gjithmonë proshut. Ardiani u mbështet në murin e korridorit, tepër i prekur për të hyrë në dhomë. Ishte si të shije të bien duke rilindur, fjalë pas fjale, buzëqeshje pas buzëqeshjeje. Gjatë javës, rutina u vendos natyrshëm. Mira arrinte në mëngjes dhe kalonte 2 orët e para në dhomë me Besën, duke biseduar, duke kënduar këngët që Elira këndonte zakonisht dhe gjithmonë duke ofruar porcione të vogla ushqimi që Besa filloi t'i pranonte me më pak rezistencë çdo ditë. Mira, tha Besa një të enjte me shi, mund të bëj një pyetje? Sigurisht, mund të pyesësh çdo gjë. Kur të vdiq mamaja jote, a u zemërove me Zotin? Pyetja e zuri Mirën në befasi. Ajo ndaloi se krejuri flokët e Besës dhe u mendua para se të përgjigjej. Po, u zemërova. Për një kohë të gjatë u zemërova shumë. Nuk e kuptoja pse Zoti e kishte marrë maman time dhe i kishte lënë mamat e tjera me fëmijët e tyre.
Edhe unë jam e zemëruar, rrëfeu Besa me zë të ullët. Por kam frikë t'ja them babit. Ai është tashmë aq i trishtuar. Mira u ul përballë Besës duke i mbajtur butësisht duart e vogla. E di çfarë më tha gjyshja ime Roza kur i tregova se isha e zemëruar? Ajo më tha se Zoti e kupton kur ne zemërohemi. Ai e di se kjo ndodh sepse ne duam shumë. Mendon se mami e di që jam e zemëruar? Jam e sigurt që e di. Dhe jam e sigurt që e kupton. Besa mbeti mendueshëm për disa momente. Mira, a mendon se nëse unë përmirësohem, nëse filloj të luaj dhe të jem e lumtur, edhe mami do të jetë e lumtur? Mendoj se ajo tashmë është e lumtur vetëm duke parë që ti po bisedon, po buzëqesh përsëri. Atëherë do të përpiqem të përmirësohem më shpejt, deklaroi Besa me një vendosmëri që e habiti Mirën. Të shtunën në mbrëmje, Ardiani ishte në zyrën e tij kur Mira trokiti në derë. Më falni, zoti Ardian. Mund të flas me ju? Sigurisht, hyni. Dhe ju lutem, më thërrisni thjesht Ardian. Mira hyri në zyrë dhe Ardiani vuri re se ajo dukej hezituese, sikur po luftonte të gjente fjalët e duhura. Është për tostin e nesërm, filloi ajo. Besa është shumë e entuziazmuar, por doja të bisedoja me ju më parë. Ajo do të përgatis tostin që bënte mamaja e saj të dielave. Ardiani ndjeu një shtrëngim në gjoks. Të dielat kishin qenë të shenjta për Elirën dhe Besën. Ishte dita kur ato përgatisnin toste në kuzhinë, duke qeshur, duke bërë rëmuj, duke krijuar kujtime që tani dhimbnin si plagë të hapura. E di që duhet të jetë e vështirë, vazhdoi Mira, duke vënë re shprehjen e dhimbjes në fytyrën e Ardianit. Por mendoj se Besa ka nevojë të rilidhet me kujtimet e lumtura të së-ëmës, jo vetëm me trishtimin e humbjes. Ke të drejtë, tha Ardiani pas disa çastesh heshtjeje. Thjesht që kur Elira vdiq, kam shmangur gjithçka që ma kujtonte atë. Mendoja se do të ishte më e lehtë kështu. Dhe a ishte më e lehtë? Ardiani qeshi hidhur. Jo. Ishte e pamundur. Ajo është në çdo cep të kësaj shtëpie, në çdo kujtim. Ti ikësh dhimbjes nuk e bëri atë të zhdukej. Edhe Besa po i ikte dhimbjes. Por ndonjëherë, për të shëruar, duhet ta kalojmë dhimbjen, jo të ikim asaj. Të dielën në mëngjes, kuzhina e apartamentit në blok u zgjua ndryshe. Besa ishte ngritur herët, para se të arrinte Mira, dhe priste me padurim në tavolinën e mëngjesit, duke lëkundur këmbët e vogla. Babi, kur të vi Mira, do të bëjmë tostin e mamit, njoftoi ajo kur Ardiani u shfaq me rob dishan, ende i përgjumur. Po, princesha ime, u përgjigj Ardiani, dhe për herë të parë në muaj, nuk ndjeu dëshirën për të qarë kur u thirr babi. Mira arriti saktësisht në nënd dhe e gjeti Besën tashmë në kuzhinë, me një përparse që ishte shumë e madhe për të lidhur në bel. Jam gati, deklaroi vajza, duke ngritur krahët. Atëherë le të fillojmë kursin ton të gatimit, tha Mira, duke qeshur. Ardiani vëzhgonte nga dera e kuzhinës, ndërsa Mira i mësonte Besës si të lyente gjalpin në bukë, si të vendoste djathin dhe proshutën në masën e duhur, si të ngrohte tiganin në temperaturën ideale. Mami thoshte gjithmonë se sekreti ishte te durimi, komentoi Besa, e përqendruar në detyrën e saj. Nuk duhej të nxitoheshe për ta skuqur. Mamaja jote kishte të drejtë. Gjërat më të mira në jetë kërkojnë durim, u përgjigj Mira. Kur tosti u bë gati, i ardhë dhe aromatik, Besa e preu me kujdes në mes dhe i vendosi copat në një pjatë. Babi, e thiri ajo. Eja provoje. Ardiani ju afrua banakut me zemrën që i rrite fort. Ishte hera e parë që Besa e thërriste për të marrë pjesë aktivisht në diçka që nga vdekja e Elirës. Është njësoj si imamit, pyeti Besa, me ankth për verdiktin e të atit. Ardiani kafshoi një copë tosti dhe mbylli sytë. Për një moment, ishte sikur Elira të ishte aty në kuzhinë me ta, duke buzëqeshur, duke e mbushur ambientin me energjinë e saj ngjitse. Është perfekt, princesha ime. Fiks si imamit. Besa buzëqeshi rrezatuese dhe u kthye nga Mira. Tani provoje ti. Të tre qëndruan në kuzhinë, duke ndarë tostin dhe duke biseduar për gjëra të thjeshta, si djathi ishte shkrirë në mënyrë perfekte, si buka ishte krokante nga jashtë dhe e butë nga brenda, si Elira do të ishte krenare të shihte Besën duke gatuar. Mira, tha Besa pasi mbaroi porcionin e saj, mund të tregoj një sekret? Sigurisht. Po përpiqesha të mos haja më që të shkoja të takoja maman në qiell.
Heshtja që pasoi ishte e dendur dhe e ngarkuar me emocion. Ardianit ju duk sikur mori një grusht në stomak dhe Mirës ju desh të mbështetej në banar. Flutura ime e vogël, tha Mira me zë të dridhur, a e dije se po të kishe arritur të shkoje në qiell, mamaja jote do të ishte trishtuar shumë? Pse? Sepse mamat duan që fëmijët e tyre të jetojnë, të rriten, të jenë të lumtur. Mamaja jote nuk do të donte që ti të shkoje në qiell kaq e vogël. Ajo do të donte që ti të rriteshe, të studioje, të kishe miq, të martoheshe, të kishe fëmijët e tu. Besa e përthithi këtë informacion me seriozitetin që vetëm fëmijët mund ta kenë. Atëherë unë mund të ndjej mall për mamin, por duhet të jetoj? Saktësisht. Malli do të ekzistojë gjithmonë, por nuk ka nevojë të pengoj të jesh e lumtur. Ardiani ju afrua Besës dhe e mori në krah për herë të parë në muaj. Ajo nuk kundërshtoi, përkundrazi, u struk në gjoksin e të atit siç bënte para aksidentit. Babi, edhe ti po përpiqeshe të mos jetoje? Pyeti Besa me sinqeritetin e saj shkatërues. Ardiani nuk arriti të përgjigjej menjëherë. Pyetja e së bijës e kishte goditur saktësisht në qendër të plagës së tij. Ai kishte kaluar muaj duke funksionuar në mënyrë automatike, duke punuar në mënyrë obsesive, duke shmangur ndjenjat, duke shmangur jetën. Mendoj se po, princesha ime. Mendoj se të dy ne harruam si të jetonim pa maman. Por tani Mira po na mëson përsëri, apo jo? Ardiani shikoi Mirën, e cila ishte pranë lavamanit duke lar enët, duke u përpjekur të fshinte fshehurazi lotët që I rridhnin nëpër fytyrë. Po na mëson. Mira po na mëson se ne mund të ndjejmë mall dhe prapse prap të jemi të lumtur. Atë pasdite, Besa kërkoi të shihte një film në sallon, hera e parë që dilte nga dhoma me dëshirën e saj. Të tre u rehatuan në divan, Besa mes Mirës dhe Ardianit dhe pan një komedi për fëmijë që e bëri vajzën të qeshte disa herë. Gjatë filmit, Besa u kthye nga Mira dhe I përshpëriti, do të rish gjithmonë me ne? Do të ri për sa kohë të doni ju që të ri. Unë dua që të rish për gjithmonë. Atëherë do të ri për gjithmonë. Ardiani, që e kishte dëgjuar bisedën e përshpëritur, ndjeu diçka të lëvizte në gjoksin e tij. Diçka që nuk e kishte ndjer prej muajsh, shpresë. Jo vetëm shpresë se Besa do të shërohej, por shpresë se ata mund të ishin përsëri një familje, edhe pse një familje e ndryshme nga ajo që kishin më parë. Në fund të pasdites, kur Mira po bëhej gati të ikte, Besa vrapoi drejt saj dhe e përqafoi fort. Faleminderit që më mësove të jetoj përsëri, tha vajza. Faleminderit ty që më le të mësoj bashkë me ty, u përgjigj Mira. Pasi Besa shkoi të bënte dush me teto Fatimen, Ardiani ju afrua Mirës të dera. Nuk di si të falenderoj për atë që po bën për ne. Nuk ka nevojë të falenderosh. Besa po më mëson mua, po aq sa unë po I mësoj asaj. Mira, mund të bëj një pyetje personale? Po. Si arrite ta kapërcesh humbjen e mamas tënde? Si arrite të jetoje përsëri plotësisht? Mira buzëqeshi me trishtim. E vërteta është se kur nuk e kam kapërcyer plotësisht. Ende më merr malli për të çdo ditë. Por kam mësuar se të mbash mallin nuk do të thotë të ndalosh së jetuari. Do të thotë të jetosh duke nderuar kujtimin e atyre që duam. Mendon se do ta mësoja edhe unë këtë? Mendoj se tashmë po e mëson. Kur Mira doli nga apartamenti atë natë, Ardiani qëndroi në balkon duke parë detin me Besën pranë tij. Për herë të parë në muaj, heshtja mes tyre nuk ishte e rëndë apo e dhimbshme. Ishte një heshtje shoqërie e babait dhe bijes që po gjenin rrugën e kthimit të njëri tjetri. Babi, tha Besa, duke I mbajtur dorën. Fol, princesha ime. Mendoj se mami është e lumtur duke na parë kështu. Mendoj se po, Besa. Mendoj se po. Dhe atë natë, për herë të parë që nga aksidenti, Besa fjeti gjithë natën pa u zgjuar duke qarë dhe Ardiani arriti të flinte pa parë makthe. Shërimi ishte ende në fillim, por më në fund kishte filluar me të vërtet, I ushqyer nga toste, biseda të sinqerta dhe prania transformuese e dikujt që kishte guxuar thjesht të qëndronte kur të gjithë të tjerët nuk arrinin më ta preknin. Muajt në vijim sollën një transformim të heshtur, por të thellë në apartamentin në blok. Perdet që kishin qëndruar të mbyllura që nga aksidenti, u hapën përsëri, duke lejuar dritën e artë të diellit Tiranas të vërshonte dhoma. Pianoja e madhe e Elirës u zhbllokua dhe Besa filloi të prekte tastet pasditeve, duke u përpjekur të riprodhonte meloditë që mamaja e saj luante zakonisht.
Mira ishte bërë pjesë thelbësore e rutinës së familjes. Prania e saj nuk ishte më thjesht profesionale, ajo u integrua natyrshëm në dinamikën e shtëpisë, duke sjellë me vete një energji të butë që plotësonte në mënyrë perfekte personalitetin më të rezervuar të Ardianit dhe ndjeshmërinë në rikuperim të Besës. Mira, do të hash drek me ne sot, pyeste Besa çdo mëngjes, dhe përgjigja gjithmonë pozitive i bënte syt të shkëlqenin nga gëzimi. Ardiani i vëzhgonte këto ndërveprime të vogla me një ndjenjë që ju desh kohë ta njihte. Nuk ishte vetëm mirënjohje për atë që Mira po bënte për Besën, ishte diçka më e thellë, më personale. Ai e gjente veten duke pritur me padurim ardhjen e saj çdo mëngjes, duke i kushtuar vëmendje detajeve, si i lidhte flokët kur ishte e përqendruar, si e qeshura e saj kumbonte nëpër shtëpi kur Besa tregonte ndonjë nga shakatë e saj fëminore, si ajo kishte dhuntin për t'i shndërruar momentet e thjeshta në kujtime të veçanta. Një të enjte marsi, pasi Besa ishte regjistruar përsëri në kopsh dhe po përshtatej mirë me rutinën, Ardiani gjeti guximin për të bërë një bisedë që e kishte shtyrë prej javësh. Mira, mund të flas me ty, e pyeti ai kur Besa doli të luante në këndin e lojrave të pallatit me teto Fatimen. Sigurisht. A ndodhi gjë? Ata u ulën në balkonin me pamje nga qyteti. Era e lehtë lëkunte butësisht perdet dhe Ardiani kuptoi se ishte hera e parë në muaj që arrinte ta shionte bukurinë e atij vendi pa ndier një therrje dhimbjeje. Dua të falenderoj për gjithçka që ke bërë për ne. Nuk është vetëm për faktin që Besa filloi të haj apo të flas përsëri. Është sepse i ke kthyer jetën kësaj shtëpie. Mira buzëqeshi, por kishte një trishtim të lehtë në sytë e saj. Besa është një vajzë e mrekullueshme. Ajo thjesht kishte nevojë për dikë që e kuptonte gjuhën e saj. Nuk është vetëm për Besën, tha Ardiani, duke mbledhur guximin. Është edhe për mua. Ti më ndihmove të kujtoja si të isha përsëri baba, si të jetoja përsëri. Ardian. Më lër të mbaroj, i kërkoi ai butësisht. E di që situata jon është e komplikuar. Ti punon për mua, u kujdese për vajzën time në një moment të tmerrshëm të jetës sonë. Por nuk mund ta injoroj atë që po ndjej. Mira e shmangu vështrimin drejt qytetit, duart e saj nervoze luanin me rripin e çantës. Çfarë po ndjen? Pyeti ajo me zë të ulët. Po bie në dashuri me ty, Mira. Dhe kam përshtypjen nga mënyra se si më shikon ndonjëherë, si shqetësohesh jo vetëm për Besën por edhe për mua, se ndoshta edhe ti ndjen diçka të ngjashme. Heshtja që pasoi nuk ishte e sikletshme, por ishte e ngarkuar me emocion. Mira më në fund u kthye ta shikonte dhe Ardiani mundi të shihte lotët që po i formoheshin në sy. Po, e ndjej, rrëfeu ajo. Që ditën e parë, kur të pash të dëshpëruar me situatën e Besës, kur kuptova sa shumë e doje vajzën tënde, sa shumë po vuaje. Por kam frikë, Ardian. Frikë nga çfarë? Frikë se po ngatëroj mirënjohjen me dashurinë. Frikë se po përfitoj nga një moment dobësie. Frikë se, kur gjithçka të normalizohet, ti do të kuptosh se ajo që ndjen nuk është e vërtetë. Ardiani ju afrua asaj, duke i mbajtur butësisht duart. Mira, ajo që ndjej për ty nuk ka të bëjë me mirënjohjen. Ka të bëjë me gruan e jashtëzakonshme që jeti me forcën tënde, dhemshurinë tënde, aftësinë tënde për të dashur pa pritur asgjë në këmbim. Po sikur të mos funksionoj, Besa ka humbur tashmë një nën. Nuk mund të rrezikoj ta lëndoj atë. Besa të do, Mira. Kushto mund ta shoh këtë. Dhe për sa i përket funksionimit të. Ardiani ndaloi duke zgjedhur me kujdes fjalët. Nuk mund të premtoj se do të jetë perfekte. Por mund të premtoj se do të luftoj për ne, për këtë familje që po ndërtojmë bashkë. Mira mbylli syt, mori frym thellë dhe kur i hapi përsëri, aty kishte një vendim. Edhe unë po bie në dashuri me ty, Ardian. Dhe me Besën. Me këtë jetë që ju më lejuat ta ndaj. Puthja e parë ndodhi natyrshëm, e butë dhe plot premtime. Kur u ndan, të dy po buzëqeshnin përmes lotëve. Dhe tani, pyeti Mira. Tani jetojmë një ditë në një kohë. Nuk ka nevojë të ndryshojmë asgjë menjëherë. Vazhdojmë të kujdesemi për Besën, vazhdojmë rutinën tonë, por tani duke e ditur se ka diçka të veçantë mes nesh. Atë natë, Besa e kuptoi se kishte diçka ndryshe në ajër. Gjatë darkës, ajo vëzhgonte Ardianin dhe Mirën me mbretësinë e saj fëminore, duke vënë re buzëqeshjet më të shpeshta, bisedat që rridhnin më lehtë, mënyrën se si ata shikonin njëri tjetrin kur mendonin se ajo nuk po i shite.
Babi, tha ajo kur po bëhej gati për gjumë, ndërsa Ardiani i rregullonte batanijet. Çfarë ka, princesha ime? Ti je më i lumtur. Ardiani buzëqeshi duke i puthur ballin së bijës. Po, jam. Është për shkak të mirës? Pyetja e drejt për drejt e Besës e zuri në befasi, por ai vendosi të përgjigjej me sinqeritet. Edhe për shkak të saj. Dhe kryesisht për shkakun tënd. Unë e dua mirën, deklaroi Besa. Ajo më kujton mamin, por në një mënyrë të mirë. Si kështu? Mami thoshte gjithmonë se dashuria nuk zvogëlohet kur e ndan. Ajo rritet. Mendoj se kjo po ndodh me ty dhe mirën. Ardiani u prek nga pjekuria e së bijës. A do të ishe e lumtur nëse mira do të qëndronte me ne për gjithmonë? Jo vetëm si kujdestare, por si familje. Besa mendoi për disa momente me seriozitetin që meritonte pyetja. Mamit do t'i pëlqente mira, tha më në fund. Ajo do të donte që ne të ishim të lumtur. Kështu që po, unë do të isha shumë e lumtur. Javët kaluan dhe marrëdhënia mes Ardianit dhe mirës u zhvillua në mënyrë organike. Nuk pati nxitim apo presion, vetëm një zbulim gradual dhe i natyrshëm se si jetët e tyre përshtateshin në mënyrë perfekte. Mira filloi të qëndronte më shpesh për darkë, duke marrë pjesë në bisedat për ditën e Besës në kopsht, duke ndihmuar me detyrat e shtëpisë, duke ndarë histori nga fëmijëria e saj. Besa lulëzoi në këtë mjedis sigurie dhe dashurie. Rifilloi të vizatonte, një aktivitet që e kishte braktisur plotësisht pas vdekjes së së-ëmës. Vizatimet e saj tani portretizonin një familje me 3 persona, një burr të gjatë, një grua me flokë të gjatë dhe një vajzë të vogël, të gjithë të kapur për dore para një shtëpie me ngjyra. Ky je ti, babi, kjo jam unë, dhe kjo është Mira, shpjegonte ajo, duke treguar me krenari vizatimet e saj. Dhe ku jemi? Në shtëpinë tonë. Por nuk është kjo shtëpia e trishtuar e mëparshme. Është një shtëpi e lumtur, ku të gjithë buzëqeshin. Rituali i tosteve të dielave ishte bërë i shenjtë për të tre. Ishte momenti i javës kur mblidheshin në kuzhinë, Besa duke komanduar operacionin me seriozitetin e një shefeje kuzhine profesionale, Mira duke e ndihmuar me durim të pafund, dhe Ardiani duke vëzhguar dhe duke marrë pjesë në rëmujën e organizuar që ishte bërë shenja dalluese e këtyre momenteve. Sot do të provojmë një tost të ndryshëm, njoftoi Besa një të diel maji, tashmë 6 vjeçe e mbushur pak javë më parë. Të ndryshëm si, pyeti Mira, kurioze. Do t'i vëm domate dhe sallat, siç të pëlqen ty, Mira, dhe atë djathin special që solli babi. Djath brije, sqaroi Ardiani. Po. Do të bëhet gourmet, tha Besa, duke përdorur një fjalë që e kishte mësuar së fundmi dhe i pëlqente ta përsëriste. Ndërsa përgatisnin tostin, Besa tregoi për javën e saj në shkollë, për shoqen e re që kishte bërë, për mësuesen që i kishte lavdëruar vizatimin e familjes. Rikuperimi i saj ishte i plot, por më shumë se kaq, ajo ishte bërë një version edhe më i fortë dhe më elastik i vetvetes. Mira, tha Besa ndërsa prisnin që tosti të skuqej në tigan, mund të tregoj një sekret? Sigurisht. Ndonjëherë unë ëndërroj mamin dhe në ëndër ajo është e lumtur. Ajo më thotë se është krenare për mënyrën se si jam rritur dhe se të pëlqen shumë ty, Mira u prek, por arriti ta mbante zërin të qëndrueshëm. Çfarë ëndre e bukur, flutura ime e vogël. Dhe e di çfarë tjetër? Në ëndër, mami thotë se ti dhe babi jeni bërë për njëri tjetrin. Ardiani, që po rregullonte tavolinën, ndaloi atë që po bënte. Besa kishte folur me aq natyrshmëri, aq siguri, saqë dukej e pamundur të dyshoje në vërtetësinë e fjalëve të saj. Atë pasdite, pasi Besa doli të luante me miqt e pallatit, Ardiani dhe Mira mbetën vetëm në sallon. Ajo ka të drejtë, e di, tha Ardiani. Për çfarë? Që jemi bërë për njëri tjetrin. Mira buzëqeshi, duke u strukur pranë tij në divan. Si mund të jesh kaq i sigurt? Sepse ti nuk shpëtove vetëm Besën. Ti më shpëtove edhe mua. Para se të vije ti, unë funksionoja në mënyrë automatike, mbjetoja, nuk jetoja. Ti më tregove se është e mundur të mbash mallin për Elirën dhe prapse prap të ndërtosh një jetë të re, plot dashuri. Elira ishte e veçantë, tha Mira. Mund ta ndiej këtë në çdo cep të kësaj shtëpie, në çdo histori që Besa tregon për të. Ishte vërtet. Dhe e di që ajo do ta miratonte atë që po ndodh mes nesh. Elira thoshte gjithmonë se dashuria është e vetmja gjë në botë që rritet kur ndahet.
Besa tha saktësisht të njëjtën gjë. Ajo ka trashëguar mençurinë e së ëmës. Atë natë, Ardiani mori një vendim që po piqej prej javësh. Pasi Besa fjeti, ai shkoi në dhomën e tij dhe hapi sirtarin e komodinës ku ruante bishuteritë e Elirës. Jo unazën e saj të fejesës, ajo do të ruaj për Besën kur të rritej, por një varse të holl ari që Elira e mbante në raste të veçanta. Të nesërmen në mëngjes, para se të arrinte Mira, Ardiani e thiri Besën për një bisedë serioze. Princesh, duhet të flas për diçka të rëndësishme. Besa ul në krevat duke I kushtuar vëmendje të plotë. Ti e di që unë dhe Mira duhemi shumë, apo jo? Ju e doni njëri tjetrin, e korrigjoi Besa me çiltërsinë e saj të zakonshme. Është e vërtet, ne e duam njëri tjetrin. Dhe po mendoja ti propozoja të martohej me mua. Çfarë mendon ti? Sytë e Besës u ndezën si fishek zjarë. Seriozisht, babi? Mira do të bëhet mami im I vërtet? Nëse ajo pranon dhe nëse ti do, po. Besa kërceu nga krevati dhe e përqafoi Ardianin me aq forcë sa gati e rrëzoi. Dua shumë. Atëherë, a më ndihmon ti propozoj? Si? Ardiani I tregoi varsen e art Besës. Kjo varse ishte e mamit. Mendoj se asaj do t'i pëlqente që Mira ta mbante. Besa e mbajti bishuterinë me kujdes, sikur të ishte objekti më I çmuar në botë. Mamit do t'i pëlqente shumë që Mira ta mbante këtë. Do të më ndihmosh t'ia japim? Mund të jem asistentja jote e martesës? Ardiani qeshi duke përqafuar të bien. Ti mund të jesh asistentja ime zyrtare e martesës. Kur Mira arriti atë mëngjes, gjeti babë e bi në sallon, të dy me shprehje misterioze. A ka ndodhur gjë? Pyeti ajo. Kemi një surprizë për ty, tha Besa, mezi duke e përmbajtur entuziazmin. Çfarë lloj surprize? Ardiani u afrua, duke mbajtur dorën e Besës. Mira, në muajt e fundit ti e ke transformuar jetën tonë në një mënyrë që kur nuk e kisha imagjinuar të mundur. Ti solle dritë në errësirën tonë, shpresë në dëshpërimin tonë, dashuri në zbrazëtinë tonë. Mira filloi të kuptonte se çfarë po ndodhte dhe frymëmarrja e saj u përshpejtua. A do të martohesh me mua? Pyeti Ardiani, duke u gjunjëzuar para saj. Besa vrapoi pranë Mirës duke I zgjatur varsen e ardh. Dhe ti, a do të bëhesh mami im I zemrës? Mira shikoi babë e bi të gjunjëzuar para saj, duke I ofruar jo vetëm dashuri, por një familje të plotë, një jetë që ajo kur nuk e kishte ëndërruar për vete. Lotët I rridhnin në përfytyr, por ishin lot lumturie të pastër. Po, përshpëriti ajo, dhe pastaj më me zë të lartë, po. Dua të martohem me ty, Ardian, dhe dua të jem mami yt I zemrës për gjithmonë, Besa. Përqafimi që pasoi ishte I gjatë dhe plot premtime. Besa në mes, Ardiani dhe Mira duke e mbështjell, duke krijuar një rreth perfekt dashurie dhe mbrojtjeje. Tani jemi një familje e vërtet? Pyeti Besa. Gjithmonë kemi qenë, u përgjigj Mira, duke I puthur majën e kokës vajzës. Vetëm se u desh pak kohë ta kuptoja. Atë natë, pasi Besa fjeti, Ardiani dhe Mira qëndruan në balkon duke planifikuar të ardhmen. Vendosën se do të ishte një martesë e thjeshtë në shtëpi vetëm me njerëzit më të rëndësishëm. Besa do të ishte shoqëruesja e nuses, sigurisht, dhe teto Fatime do të ndihmonte me të gjitha përgatitjet. A je I sigurt? Pyeti Mira. I sigurt se kjo është ajo që do? Kur nuk kam qenë kaq I sigurt për diçka në jetën time, u përgjigj Ardiani. Po ti? Mira shikoi apartamentin pas tyre, që ishte bërë me të vërtet një shtëpi, mendoi për vajzën që flinte në dhomën ngjitur që e kishte mësuar ta donte si bien e saj. Mendoi për burrin pranë saj që ja kishte hapur zemrën për një dashuri që ajo kur nuk e kishte imagjinuar të mundur. Jam absolutisht e sigurt, tha ajo. Kjo është jeta që gjithmonë kam dashur, por kur nuk e kam ditur se mund ta kisha. Dhe atë natë, në yjet e Tiranës, një familje që kishte lindur nga dhimbja ishte plotësisht e shëruar nga dashuria, e gatshme të shkruante një kapitull të ri lumturie që do të nderonte për gjithmonë kujtimin e Elirës dhe do të festonte forcën transformuese të dashurisë së vërtetë. 6 muaj më vonë, një mëngjes nëntori kur vjeshta Tiranase pikturonte qiellin me një blu kristalore, apartamenti në blok u zgjua me një energji të veçantë. Ishte dita e martesës së Ardianit dhe Mirës, dhe Besa ishte zgjuar para se të lindte dielli, tepër e emocionuar për të vazhduar gjumin. Babi. Mira.
Sot është dita e madhe, bërtiti ajo, duke vrapuar nëpër korridore me robdishanin e saj roz që valvitej pas saj. Ardiani u shfaq nga kuzhina tashmë i veshur me një këmishë blu të errët, duke buzëqeshur me një lumturi që ja transformonte plotësisht shprehjen. Muajt e fundit i kishin fshirë vijat e trishtimit nga fytyra e tij, duke i zëvendësuar me rrudha buzëqeshjeje rreth syve. Mirëmëngjes, shoqëruesja ime e nuses, tha ai, duke e marrë besën në krah. Gati për ditën më të rëndësishme të jetës sonë? Më shumë se gati. Ku është Mira? Ende po bëhet gati. E di si është, nuset kanë nevojë për kohë shtesë për t'u bërë të bukura. Por ajo tashmë është më e bukura në botë, deklaroi Besa me sinqeritetin që vetëm fëmijët e zotërojnë. Mira u shfaq në shkallë, duke zbritur ngadalë. Kishte veshur një fustan të thjeshtë ngjyrë shampanje, që i theksonte bukurinë e saj natyrale pa bujë. Flokët i kishte të lidhur në një topuz të ulët, të zbukuruar me lule të vogla të bardha, dhe në qafë i shkëlqente diskretisht varsja e artë e lirës. Wow, përshpëriti Ardiani, je rrezatuese. Besa kërceu nga krahët e të atit dhe vrapoi drejt Mirës. Je si një princesh e vërtetë. Dhe ti je si një princesh gjithashtu, u përgjigj Mira, duke i rregulluar fustanin e bardhë Besës, i cili ishte zgjedhur posaçërisht për këtë rast. Teto Fatime u shfaq nga kuzhina me sytë e përlotur. Në muajt e fundit, ajo kishte dëshmuar transformimin e plot të asaj familjeje dhe të shihte lumturinë të stampuar në fytyrat e të gjithëve, ishte si të shihej një mrekulli që shpalosej para syve të saj. Teto Fatime, po qani? Pyeti Besa, e shqetësuar. Janë lot gëzimi, bia ime. Ka kaq shumë kohë që nuk e shoh këtë shtëpi të mbushur me kaq lumturi. Ceremonia do të mbahej në sallonin e apartamentit, vetëm me disa të ftuar të afërt, Petrita, motra e Ardianit që kishte ardhur nga Durrësi posaçërisht për këtë rast, disa kolegë pune, gjyshja Roza e Mirës, e cila kishte bërë udhëtimin nga Korça dhe ishte tepër e prekur për të folur, dhe disa fqinj që ishin bërë miq të familjes. Celebranti, një burr i sjellshëm në moshë të mesme që ishte prekur nga historia e çiftit, arriti saktësisht në 10. Ardiani i kishte treguar atij se si Mira e kishte shpëtuar Besën dhe, rrjedhimisht, të gjithë familjen, dhe zyrtari ishte dukshëm i emocionuar nga mundësia për të zyrtarizuar një bashkim që kishte lindur nga rrethana kaq të veçanta. Para se të fillojmë ceremoninë, tha Besa, duke u pozicionuar pranë celebrantit me seriozitetin e një të rriture, unë do të doja të them diçka. Të gjithë të pranishmit u kthyen nga vajza, kurioz. Dua të falenderoj mamin në qiell që e dërgoi Mirën për t'u kujdesur për mua dhe babin kur ne kishim më shumë nevojë. Dhe dua të premtoj se do të kujdesem për të dy ata përgjithmonë, si një familje e vërtetë. Nuk kishte sy të thatë në sallon. Petrita vuri duart në gjoks, Teto Roza pshertiu thellë, dhe madje edhe celebranti ju desh të fshinte fshehurazi syze. Besa, tha celebranti, a do të doje t'u dorëzosh unazat të fejuarve? Besa tundi kokën solemnisht dhe ju afrua Ardianit dhe Mirës me një jastëk të vogël ku pushonin 2 unaza të thjeshta ari. Kjo është për ty, babi, tha ajo, duke i dhënë një nga unazat. Dhe kjo është për ty, mami i zemrës. Fjala mami ishte vendosur natyrshëm midis Besës dhe Mirës në javët e fundit, pa detyrim apo artificialitet. Ishte thjesht ajo që ajo ndjente dhe shprehte me ndershmërinë e pastër të fëmijërisë. Ardiani mori unazën e Mirës dhe e shikoi në sy. Mira, ti erdhe në jetën tonë kur gjithçka dukej e humbur. Ti solle dritë aty ku kishte vetëm errësirë, shpresë aty ku kishte vetëm dëshpërim. Premtoj të dua çdo ditë të jetës sime, të jem shoku yt në të gjitha gëzimet dhe hidhërimet, dhe të ndërtoj me ty një familje të bazuar në dashurinë e vërtetë. Mira mbajti unazën e Ardianit me duar që i dridheshin lehtë. Ardian, ti dhe Besa më dhatë diçka që kur nuk mendoja se mund ta kisha, një familje. Ju më mësuat se dashuria nuk ka kufi, se është e mundur të duash thellësisht pa u përpjekur të zëvendësosh atë që ka qenë më parë. Premtoj të kujdesem për ju, të nderoj kujtimin e Elirës dhe të jem gruaja dhe nëna më e mirë që mund të jem. Ndërsa shkëmbenin unazat, Besa mbante duart e të dyve, duke bashkuar simbolikisht familjen që ishte formuar përmes dhimbjes dhe ishte konsoliduar përmes dashurisë. Tani mund të putheni, njoftoi Besa para se celebranti të mbaronte së foluri, duke shkaktuar të qeshura në të gjithë sallën. Puthja ishte e butë, respektuese, por e ngarkuar me premtime lumturie. Duartrokitjet kumbuan nëpër sallon dhe Besa u hodh në krahët e të dyve, duke krijuar një përqafim familjar që vulosi përfundimisht bashkimin.
Tani po, jemi një familje zyrtare, deklaroi Besa, rrezatuese. Festa vazhdoi në sallon dhe në balkon me një drekë të përgatitur nga Teto Fatime që përfshinte të gjitha pjatat e preferuara të Besës. Vajza qarkullonte mes të ftuarve si një mikpritse e vogël, duke I treguar kujtdo që takonte se si Mira e kishte shpëtuar atë dhe baban e saj. E di, I tha ajo gjyshes Roza, Mira e ka humbur gjithashtu maman e saj kur ishte e vogël, si unë. Prandaj ajo e kuptoi trishtimin tim. Teto Roza, me 80 vitet e saj dhe mençurinë e dikujt që kishte jetuar shumë, I mbajti duart e vogla Besës. Ndonjëherë, moj bi, njerëzit e duhur vinë në jetën tonë saktësisht kur ne kemi më shumë nevojë. Mira jote është një engjëll. E di. Dhe tani ajo është mami im përgjithmonë. Në fund të pasdites, pasi të gjithë të ftuarit u larguan, familja e re u mblodh në balkon për të parë perëndimin e diellit. Besa ishte ulur në prerin e Mirës, duke luajtur e shpërqendruar me varsen e artë që tani zbukuronte qafën e nënës së saj të re. Mira, tha Besa mendueshëm, a mendon se mamaja ime në qiell dhe mamaja jote në qiell janë shoqe tani? Jam e sigurt se janë shoqet më të mira, u përgjigj Mira, duke I përkëdhelur flokët vajzës. Atëherë ato nuk janë vetëm, apo jo? Jo, flutura ime e vogël. Askush nuk është vetëm. Ardiani e vëzhgonte skenën me zemrën që I gufonte nga mirënjohja. Një vit më parë, jeta e tij ishte shembur plotësisht. Ai kishte humbur gruan, gati kishte humbur të bijën dhe ishte humbur plotësisht si burr dhe si baba. Tani, duke parë Mirën dhe Besën duke biseduar për engjëj dhe nëna qiellore, ai kuptonte se ndonjëherë është e nevojshme të humbasësh gjithçka për të zbuluar atë që ka vërtet rëndësi. Për çfarë po mendon? Pyeti Mira, duke vënë re vështrimin e largët të shoqit. Po mendoj se sa befasuese është jeta. Një vit më parë, isha I bindur se historia jon kishte mbaruar. Dhe tani po fillojmë një histori krejtësisht të re, e plotësoi Mira. Jo të re, e korrigjoi Besa, gjithmonë e mençur. Të njëjtën histori, vetëm se tani me një fund të lumtur. Atë natë, pasi Besa fjeti në krevatin e saj me një buzëqeshje kënaqësie në fytyrë, Ardiani dhe Mira qëndruan në sallon duke rregulluar dhuratat e dasmës dhe duke biseduar për ditën perfekte që kishin ndarë. A pendohesh për ndonjë gjë? Pyeti Ardiani. Vetëm që nuk erdha më herët në jetën tuaj, u përgjigj Mira, duke u strukur pranë tij në divan. Ti erdhe në kohën e duhur. Elira thoshte gjithmonë se çdo gjë ndodh në kohën e duhur. A e ndjen se ajo e miraton? Ardiani buzëqeshi, duke shikuar drejt pianos ku një foto e Elirës zinte një vend nderi, jo më si një altar dhimbjeje, por si një festim I dashurisë së përjetshme. Jam absolutisht I sigurt. Sot, gjatë ceremonisë, kur Besa na mbajti duart, ndjeva sikur Elira ishte aty me ne, duke bekuar bashkimin ton. 3 vjet kaluan që nga dasma. Besa, tani 9 vjeçe, ishte bërë një vajzë e sigurt në vetvete, e gëzuar, plot ëndra dhe plane për të ardhmen. Studionte piano, në të njëjtin instrument ku luante nëna e saj biologjike, dhe ëndërronte të bëhej mësuese kur të rritej, e frymëzuar nga mënyra se si Mira ishte kujdesur për të. Apartamenti në blok ishte transformuar plotësisht. Muret që dikur kumbonin heshtje tani gumëzhinin nga të qeshurat, bisedat e gjalla për ditën e Besës në shkollë, diskutimet për punën dhe planet për të ardhmen. Ajo që dikur ishte një mauzole kujtimesh të dhimbshme ishte bërë një shtëpi plot jetë. Ardiani kishte ndryshuar rutinën e tij të punës për të kaluar më shumë kohë në shtëpi. Zbuloi se suksesi profesional kishte kuptim vetëm kur ndahej me ata që donte. Mira ishte rikthyer studimeve, duke ndjekur pedagogjinë në mbrëmje, e vendosur të punonte profesionalisht me fëmijë që kalonin trauma të ngjashme me atë që kishte jetuar Besa. Një pasdite të diele, ndërsa përgatisnin tostin e tyre tradicional, ritual që kishte mbetur I shenjtë gjatë viteve, Besa bëri një pyetje që I zuri prindërit në befasi. Mira, ti dhe babi do të keni një fëmijë? Mira gati sa nuk e lëshoi tiganin. Pse po pyet dashuri? Sepse Julia në shkollë tha se kur prindërit martohen, ata bëjnë fëmijë. Dhe unë do të doja të kisha një vëlla ose motër të vogël. Ardiani dhe Mira shkëmbyen vështrime. Ishte një bisedë që e kishin bërë disa herë, por gjithmonë e kishin shtyrë, të shqetësuar nëse Besa do të ndiej rehat me idenë. Do të doje të kishe një vëlla të vogël? Pyeti Ardiani. Shumë. Kështu do t'i mësoja atij gjithçka që më mësoi Mira. Dhe mund t'i tregoja edhe për mamin në qiell.
po sikur të ishte një motër e vogël, edhe më mirë. Unë do të kujdesesha për të siç kujdeset Mira për mua. Mira u gjunjëzua në lartësinë e besës. Dashuri, nëse do të kishim një fëmijë, a e kupton se kjo nuk do të ndryshonte dashurinë që ndjejmë për ty, apo jo? Ti gjithmonë do të ishe vajza jonë e parë, flutura jonë e vogël. E di. Dashuria rritet kur ndahet, e mban mend? Mami në qiell ma mësoi këtë. 6 muaj më vonë, Mira zbuloi se ishte shtatzën. Lajmi u prit me një shpërthim gëzimi nga ana e besës, e cila menjëherë u vetë shpall motra e madhe zyrtare dhe filloi të planifikonte se si do të ishte jeta me anëtarin e ri të familjes. Si do ta quajmë, pyeste ajo çdo ditë. Së pari duhet të dim nëse është djalë apo vajzë, i shpjegonte Ardiani me durim. S'ka rëndësi. Nëse është djalë, mund ta quajmë Gabriel. Nëse është vajzë, mund ta quajmë Shpresa. Pse këta emra? Pyeti Mira. Gabriel sepse është emër engjëlli, si mami në qiell. Dhe Shpresa sepse kjo ishte ajo që t'i solle në familjen tonë. Ditën kur Mira mbushi 5 muaj shtatzëni, ndërsa bënin një ekografi rutin, zbuluan se do të ishte vajzë. Besa ishte në dhomën e ekzaminimit, duke mbajtur dorën e Mirës dhe duke parë ma gjepsur ekranin ku mund të shihej foshnja. Po lëviz, thiri Besa. Shiko, po më bën me dorë. Duket se e njeh tashmë zërin e motrës së madhe, tha mjeku, duke buzëqeshur. Shpresa, përshpëriti Besa, duke prekur butësisht barkun e Mirës. Mirë se erdhe në familjen tonë. Një pasdite dhjetori, 3 ditë para Krishtlindjeve, ndërsa Besa po ndihmonte Mirën të dekoronte pemën, vajza ndaloi pa pritur atë që po bënte. Mira, mund të tregoj diçka? Sigurisht, dashuri. Mund të flasësh çdo gjë. Ndonjëherë unë ëndërroj mamin në qiell dhe ajo më flet për Shpresën. Çfarë thot? Ajo thot se Shpresa do të jetë e veçantë, se do të sjell edhe më shumë dashuri në familjen tonë. Dhe se unë do të jem motra më e mirë në botë. Mira ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Dhe çfarë i përgjigjesh ti asaj? I them se do të kujdesem shumë mirë për Shpresën dhe se do t'i tregoj asaj për të gjitha mamat që ka, unë si motër, ti si mami dhe ajo si gjyshe nga qielli. Besa, je rritur kaq shumë, je bërë një vajzë kaq e mençur. Sepse ti më mësove se dhimbja mund të kthehet në dashuri. Dhe babi më mësoi se familja nuk është vetëm për gjakun, është për të zgjedhur të qëndrojmë bashkë. Atë natë, pasi Besa shkoi të flinte, Ardiani e gjeti Mirën në balkon, duke soditur dritat e qytetit që shtriheshin deri në horizon. A është gjithçka në rregull? E pyeti ai, duke e përqafuar nga pas. Më shumë se në rregull. Po mendoja se si arritëm deri këtu. Dhe cili është përfundimi? Se ndonjëherë fundet më të bukura lindin nga fillimet më të vështira. Se është e mundur të rindërtosh një jetë mbi rënojat e një tjetre dhe të bësh diçka edhe më të fortë. Besa do të thoshte se është sepse dashuria rritet kur ndahet. Ajo gjithmonë ka të drejtë. Shpresa lindi një mëngjes marsi, në ndjellin e artë që hynte nga dritarja e maternitetit. Besa ishte tepër e emocionuar për të qëndruar në shtëpi, kështu që Ardiani e solli të takonte motrën sapo mbaroi lindja. Është kaq e vogël, përshpëriti Besa, duke parë ma gjepsur foshnjën që flinte në krahët e Mirës. Mund ta prek? Sigurisht. Ajo është motra jote. Besa zgjati një gisht të vogël dhe preku butësisht dorën e foshnjës. Shpresa hapi sytë e errët, si të Besës dhe Ardianit, dhe dukej se e përqendroi vështrimin te motra e madhe. Përshëndetje, Shpresa. Unë jam Besa, motra jote. Të premtoj se do të kujdesem për ty përgjithmonë, se do të mësoj gjithçka që di, dhe se familja jonë do të jetë më e lumtura në botë. Ardiani dhe Mira shkëmbyen vështrime, të prekur. Premtimi i Besës i bënte jehon premtimeve të tjera të bëra vite më parë, kur një kujdestare e re kishte premtuar të qëndronte me një vajzë që kishte harruar si të jetonte. Mirë se erdhe në familje, Shpresa e vogël, përshpëriti Mira, duke i puthur ballin foshnjës. 2 vjet më vonë, një pasdite të diele kur e gjithë familja ishte mbledhur në sallon, Ardiani duke lexuar gazetën, Mira duke rregulluar foton në një album. Besa duke vizatuar në tavolinën e mesit dhe Shpresa e vogël duke luajtur në tapet me kubat e saj me ngjyra, Besa ngriti syt nga vizatimi dhe bëri një vërejtje që zbulonte gjithë mençurinë e grumbulluar në 11 vitet e saj. Babi, a e mban mend kur the se historia jon kishte mbaruar?
Ardiani uli gazetën, i intriguar. E mbaj mend. Pse? Po mendoja. Historia jon kur nuk mbaroi. Ajo vetëm ndryshoi kapitull. Si kështu, dashuri? Kapitulli i parë ishte kur unë kisha mamin në qiell. Kapitulli i dytë ishte kur ajo iku dhe ne u trishtuam shumë. Kapitulli i tretë ishte kur erdhi Mira dhe na mësoi të ishim të lumtur përsëri. Kapitulli i katërt ishte kur ju u martuat. Dhe tani jemi në kapitullin e pestë, me shpresën. Mira ndaloi së rregulluari fotot dhe shikoi Besën. Dhe si mendon se do të jetë kapitulli tjetër? Nuk e di. Por e di që do të jetë i mirë, sepse mësuam se edhe kur ndodhin gjëra të këqija, ne mund të zgjedhim të jemi të lumtur gjithsesi. Shpresa, e cila sapo kishte mësuar të ecte, ju afrua Besës duke u lëkundur dhe u mbështet në këmbën e motrës së madhe. Besa, belbëzoi ajo, duke përdorur të vetmen fjalë që arrinte ta thoshte qartë. Përshëndetje, vogëlushe, tha Besa, duke e marrë shpresën në krah. Besa është këtu. Ardiani dhe Mira e vëzhgonin skenën, zemra u gufonte nga mirënjohja. Aty ishte një familje që kishte lindur nga dhimbja më e thellë dhe ishte shndërruar në gëzimin më të pastër. Një familje që kishte mësuar se dashuria e vërtet nuk zëvendëson, por shumë fishon. Se kujtimi i atyre që janë larguar mund të bashkëjetojnë në harmoni me lumturinë e atyre që kanë ardhur. E di, tha Mira, duke ju drejtuar përsëri Ardianit, ndonjëherë mendoj se çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do ta kisha pranuar atë punë. Nuk do të kishte ndodhur, u përgjigj Besa para se Ardiani të fliste. Ju ishit të destinuar të takoheshit. Mami në qiell ma ka thënë këtë në ëndër. Dhe çfarë tjetër të ka thënë? Pyeti Ardiani, gjithmonë kurioz për ëndrat e Besës. Se ajo është shumë krenare për familjen tonë. Se dashuria që ju ndjeni për njëri tjetrin dhe për ne është dhurata më e madhe që ajo mund të kishte lënë. Atë natë, pasi vajzat shkuan të flinin, Ardiani dhe Mira qëndruan në balkon duke parë yjet në qiellin e Tiranës. A mund ta besosh se kanë kaluar 5 vjet që kur jemi një orë? Pyeti Ardiani. Duket si një jetë e tërë dhe në të njëjtën kohë sikur ka ndodhur dje. A pendohesh për ndonjë gjë? Për të njëjtën gjë si gjithmonë, që nuk erdha më herët. Ti erdhe në kohën e duhur. Po të kishe ardhur më parë, ndoshta nuk do të ishim njerëzit e duhur për njëri tjetrin. Është e vërtetë. Unë duhej të kaloja në dhimbjen time për të kuptuar dhimbjen e Besës. Dhe unë duhej të prekja fundin për të vlerësuar atë që ka vërtet rëndësi. Ata qëndruan në heshtje për disa momente, duke shijuar paqen e atij momenti perfekt. Ardian, tha Mira më në fund. Hërmëmë? Faleminderit. Për çfarë? Që më le të bëhem pjesë e kësaj familjeje. Që më mësove se është e mundur të duash thellësisht pa fshirë atë që ka qenë më parë. Që më dhe 2 vajza të mrekullueshme dhe një jetë që kur nuk e kisha imagjinuar se mund të ekzistonte. Unë duhet të të falenderoj. Ti na shpëtove jetën, Mira. Në kuptimin më të mirëfillt të fjalës. Ne e shpëtuam njëri tjetrin. Dhe tani kemi një jetë të tërë përpara për të qenë të lumtur. Dhe atë natë, ndërsa bota flinte rreth tyre, një familje që kishte lindur nga takimi i 3 shpirtrave të plagosur festonte në heshtje mrekullinë e shërimit përmes dashurisë. Një shërim që kishte filluar me një bukë të thjeshtë me gjalp dhe ishte shndërruar në një jetë të tërë lumturie të përbashkët. Besa e vogël, e cila një ditë kishte harruar si të jetonte, tani flinte e qetë duke e ditur se ishte e rrethuar nga e gjithë dashuria e botës. Mira e re, e cila e kishte humbur të ëmën shumë herët, tani ishte nëna e 2 vajzave që e adhuronin. Dhe Ardiani, i cili kishte humbur shpresën për të qenë përsëri i lumtur, zbuloi se zemra e njeriut ka një aftësi të pafund për të dashur, për të shëruar, për të rifilluar. Dhe kështu, në një apartament në blok, ku dikur mbretëronte heshtja e dhimbjes, tani kumbonin zërat e një familjeje që kishte mësuar të shndërronte lotët në buzëqeshje, mallin në mirënjohje dhe fundin në një fillim të ri. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Ardianit, Mirës dhe Besës t'i ketë prekur thellë zemrat tuaja, ashtu siç preku tonat kur e treguam. Kjo histori na kujton se edhe në momentet më të errëta të jetës sonë, kur duket se gjithçka ka humbur, ekziston gjithmonë një mundësi për një fillim të ri, për shërim, për dashuri. Nëse ky rrëfim zgjoi emocione tek ju, nëse u identifikuat me dhimbjen ose me shpresën e personazheve tan, lini pëlqimin tuaj që të dimë se kemi arritur deri në zemrat tuaja.
Abonohuni në kanal për të mos humbur asnjë nga historitë që përgatisim me aq shumë dashuri dhe na tregoni në komente cili moment ju preku më shumë, cili personazh ju preku më shumë. Çdo ditë ne sjellim për ju histori që festojnë forcën e qenies njerëzore, aftësinë për të kapërcyer vështirësitë dhe kryesisht fuqinë transformuese të dashurisë së vërtetë. Deri në takimin ton të ardhshëm, mbani me vete sigurinë se gjithmonë ka shpresë, gjithmonë ka dashuri, gjithmonë ka mundësi për një fillim të ri.